Tani mbasi Edi Rama ka marrë 83 mandate, si mendon që do të situata politike në Shqipëri? Siç ka qenë për herë, Edi Rama është i pathysh nga kurkush. Kush thot që fajin e kishte në këto zgjedhje Sali Berisha gabon dhe gabon rënd. Kush thot që opozita kishte faj, gabon jashtëzakonisht. Ka probleme brenda PD-s. Pa fund. S'duhet ishin ata emra që ishin. S'ka nevojë ta them dhe unë batutat që dalin, domethënë që njeriu që domethënë është monumental në parlament, është Tritan Shehu, i cili nuk largohet kurrë, e ka marrë me tapin, nuk ikën, unë nuk e di se çat. Dhe në Gjirokastër gjithmonë PD-ja pëson rënje dhe prapë nuk e kupton. S'ka problem, ai është gjithmonë, edhe ai është i thotë atyre beteja, tani fillon i thotë beteja, po nuk do merremi me ka. Po sikur të më kishe futur mua dhe ty në listën e PD-s. Sa kam ambicie fare për të. Po them kot si edhe sikur e rrëzonim dot Ramën. Qa po bëjmë ne 12 vjetë? Qa s'ka thënë kjo media kundra Edi Ramës? Qa të vërteta, qa të pa vërteta, qa gjusë të vërteta, do më thënë, qfar nuk i kanë zjerë? Dhe qfar bën? Sa më shumë e shanë? A i rrith mandatet e ti. E nisi me 66 është 83. Rama gënjen kur thot që unë e bëra reformën e drejtësi. Sepse kur u bë reforma në drejtësi, Rama vetëm 66 mandate kishte. Shpatën ta ja dham në dorë. Po kujt ja dha me 66 mandatet e veta? Si do t'ja jepte? Si do t'ja jepte me 66? 66 kishte. Fole me gjuhën e Skënderbeut me histori shpatësh, murojash. Po i rrinte ishte fiks koha, që i rrinte nga mrapa Ilir Metës. Ç'a do bëjmë? Tani kohët kanë ndryshuar. Njerëzit kanë memorje të shkurtër. Ja thonë atë që duan. Kjo është logjika. Megjithatë, unë mendoj ndryshe. E mendoj totalisht ndryshe.